Lëvizja vetëvendosje ka ftuar dy partitë opozitare, Partinë Demokratike dhe Lidhjen Demokratike, që të propozojnë 3 emra për president, duke ofruar të gjitha nënshkrimet e deputetëve të kësaj partie dhe tërheqjen e kandidaturave të Glau Kunjutës e Fatmire Mulhaxhës. Në një njoftim sot, LVV-ja ka bërë të ditur se në mbledhjen e kryesisë të premten në mbrëmje ka vendosur të ndërmarrë një hap tjetër me një propozim të ri. Në ftesën për dy partitë, VVV-ja ka thënë që kandidatët duhet të jenë figura unifikuese me integritet të lartë dhe jashtë skenës aktuale politike. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, ka bërë të ditur se partia e tij nuk do të propozojë emra për president. Propozimin e ri të VV-s ai e ka quajtur manovër të kryeministrit Albin Kurti. Hamza ka thënë se çështja e presidentit për PDK-n është e mbyllur. Reagim për këtë ftesë pati edhe nga Ramush Haradinaj, i cili ka cilësuar tallje propozimin. Sipas Haradinajt, ky propozim nuk është kredibil. Deputetët e Kuvendit të Kosovës janë mbledhur sot në një seancë të jashtëzakonshme e cila ka filluar nga ora 12. Në rend dite janë 5 pika, ndër të tjera shqyrtimi i parë i projekt ligjit për ndarjet buxhetore për buxhetin për vitin 2026. Për këtë çështje pati përplasje mes partisë në pushtet dhe atyre opozitare. Fillimisht Arberia Nagavci, shefi i grupit parlamentar të VV-s, propozoi shmangjen nga afatet procedurale duke cilësuar ligjin si teje të nevojshëm. E çështja u kritikua menjëherë nga opozitarët. Kryetari i Partisë Demokratike Bedri Hamza tha se kjo është një shenjë që qeveria po ndërmerr veprime që e çojnë shtetin drejt zgjedhjeve. Për nga 2 cent janë rritur çmimet e naftës dhe të benzindës për litër sot. Ministria e Industrisë ka njoftuar se në bazë të vendimit për marzh fitimi, 1 litër naftë mund të shitet me çmim prej 1.65 eurosh për litër, ndërsa 1 litër benzinë me çmim 1.42 euro. Një ditë më parë, nafta kushtonte 1.63 euro për litër dhe 1.4 për benzinë. Teherani zyrtar ka thënë se nuk ka bisedime të planifikuara direkte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por zyrtarët iranian janë në Islamabad për diskutime me Pakistanin. Edhe zyrtarët amerikanë janë nisur drejt kryeqytetit të Pakistanit. Pakistani tashmë ka rritur masat e sigurisë që kur më 19 prill presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi se përfaqësues amerikan do të shkojnë për bisedime.